Përshëndetje miq të emisionit Stop. Shëndetshëm apo jo? Ore si dhe çfarë han këta shqiptarët? A duan ata të jenë me bark apo të jenë elegant si puna ime? Para se të shkojmë të pyesim, i fuz nga një çash kjo patëllxhan e mbushur, ë? I fuz një patëllxhan të mbushur unë dhe jemi okay për intervista. Shkojmë. Më merr një tas sallat apo një paçe koke? Paçe koke po t'jetë nga kokë, paçe bio, është ka 7 lloj vitaminësh, 8 më duke një vetë. Po. Qa pace, ku hahet pace? Ja, nuk është e shëndetshme. S'është e shëndetshme. Do të gjellë me lukë vlla. Tani një tas me sallat apo paçe koke? Qofse je pas klubit, pas tallavas, Që ke dhe të kërcy e ke ora pirë. 7 e mëngjesit, Ashtu. do shkosh të hash paçe koke valla. Pirzolla, Pirzolla. Ta pëlqejnë bërxollat. pirzolla shumë mirë. Tu duhet me konë Bifteku këtu. biftek, çashtu e kina punën. Çorba, perime, shumë mirë. Perime. Po, A mishit nuk i doam na. Mishi do. Po. Dhe që ke kështu dish të git. Sa kujtofte. Çfarë gatun gruaja më shumë që? Çka ti thomu? Do preferoje sushi apo mish? Se ato nuk e di fjalë huaja se para kjo mes për të mune. Unë jam duke shku të angër tash sufllaqe, sepse kam ka 2 vjet që s'haj. Do i futesh një sufllaqe Po, tani. edhe kështu që nga herë robi mund të haj çfarë do. Thuaj sekretin e këtij barku të mrekullueshëm. të marr patatët, fot, zime. Një ka pas zi nona në një hajsha fot. Cili është ushqimi më i shëndetshëm sipas teje? Spinaqi, Spinaqi. edhe e përdor shumë. E përdor. Po gabimi është që e përdor në byrek. Më mirë spinaq apo sushi? S'jam fare ke gjërat e kineze, fare. Unë har qartë më vi për ngren, qartë Mish, pesh, tera. sufllaqe, sushi. Paqe, sushi, dreqe, djallë, tera. Thuare. Një tas sallat apo një paçe koke? Paçe koke është, çfarë paçe koke? Nuk e di çfarë është paçe. Sallat. 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 Tani më mirë sushi apo një sufllaqe? Për shpirt sufllaqe, po sushi me që jemi goca. Me që thoja? Do preferoj një sufllaqe apo një spinaq? Sufllaqe normalisht. Qa s'po një gjemë me këto smune që po bin ke pullat. Spezi gjys kile kaq, kasarezi kile kaq, papdëgjoni kaq. Çfarë haqi e kaq e bukur? Thjeshta gjëra bio, gjëra naturale, sallat, shumull domate, gjërat kështu perime. Shqiptari po s'ngri mish, nuk është i zvendësu, do mish. Do mish, e ke vënë re që ulen han mish e kanë. Bravo, po pa pjata se kështu se llogarisin, do të hanë mirë.